Sabri! Sabri! Kushtë do moje kushtë ka, hajde dhe moj fjera keja. E kushtë do moje kushtë ka, hajde dhe moj fjera keja. Sabri! Erda! Kushtë do e kushtë ka, Sabri! hajde dhe moj fjera keja. Kushtë do. O Sabri! Erda! 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 Sabri! Erda luma erda. Erda. Hiç panik. Sana mı hiçbir. Se kalon majtë. Sabri. Më duket. Nuk të isë më duket. Kemi 7 kalamaj më përshim. I kemi, zëza, unë i kemi. Para se të vdes. Se i ka merak të ma. Fëmijën e fundit. Sajmirin. Me kajke. Qaj kja të lafa, bu, qaj kja të muhabet, po për zotin për asnjë vetëm me ty, të gjithë me ty, vetëm ti. O, Sabri, po vdes, i lumtur. Shqyr që s'më pyeti për 6 të tjerët. Ta për bëjmë mërë burda, hajde këtu, hajde këtu. Hajde ullu këtu. Hajde ullu këtu. Mor budala, aty. Budralla, aty. Aty ullu aty. Po unë, këtu kam qef. Po s'ka mora dhe, aty. Ingrata për iftat. I qenë ka iftot. Jo mërjos dhe është ingrat. Më thua në një gja. Me humor. Te ke galata ti. Po unë kam trup. Ja trupi më trup. Ma thuaj humor. Mirë. Njerë. Isha asi vogël asi madh. E kapa matën e komshi. Edhe e futa në lavatrice. Ta që fyre, e kënë se maca. Mirë vë, më kapi baba, edhe më qëlloj me shpulla. Mirë po unë kisha të gjua që nuk i kthej dora babës, e në hyna babës me shkel ma. Ashtu. Jeta ka shumë kombinime, kemi mujt dhe mos me pa. Leve shpin ma halën time, sa miru ba. Më pëlqeve ti prej mati, ty të pata simpati. Lutjet mi dëgjoj zoti, mu bane kojshi. Moje mira, ma e mira, mos shko nu se larg shtëpis. Moje mira, ma e mira, merë djalin me kojshis. Moje mira, ma e mira, nga shtëpia murin andan. Moje mira, ma e mira, dhe kojshia gjënë se fanë.
për shëndetje, e më vod një 2-3 lafe, zemrën do t'a bëj për vete, me më thirën kafe. Mos e lyp ti burin zemër, mos e lyp larga shtëpia, ka përceje murin hajde, te ko ishia. Moje mira, ma e mira, mos shko nuse larg shtëpis. Moje mira, ma e mira, merë djalin me kojshis. Moje mira, ma e mira, nga shtëpia murin andan. Moje mira, ma e mira, te kojshia që nëse fanë. Moje mira, ma e mira, nga shtëpia murin andan. Moje mira, ma e mira, te ko ishia gjë nëse fanë. Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Shoqëria shqiptare vazhdimisht është përballur me problemin shqetësues të pronave. Ish pronarët, pasi nuk lanë derë komisioni pa trokitur, së fundmi trokitën dhe në derën e redaksisë sonë me shpresën që të dëgjohet zëri të paktën vetëm një herë. Në vazhdim zotëria. Quhem Rako Prona, por mallkoj veten për këtë mbiemër që kam. Sepse pronari i pronave të mia, unë su bera dot asnjëherë. U gëzova shumë kur mora vesh ngritjen e një komisioni i përberë nga kokat më të zgjedhura të kombit, të cilët do të diskutonin edhe do të vendosnin atë që as ata vetë nuk dinin se çfarë duhet të vendosnin ditë zinte. Trokita në derën e këtij komisioni, edhe sa u bera gati të flisja, kryetari ma priti. Komisioni ynë, tha Xhaxha, në mbledhjen e parë tha, nuk arriti do të vendoste se çfarë duhet të vendoste. Prandaj të lutem shumë, tha, do të presës ca kohë, se do ngrihet një komision tjetër i cili do të diskutojë edhe do të vendosë atë që do të vendosim ne. Po mirë më tjali, thash, do kohë të ngrihet kë komision, se vajtëm 80 kusur vjet, do gëzojmë njërë pronën që la babaja po jo i thash, more, se punoj 20 vjet në Amerikë ditë ziu, edhe po jeton një njeri që s'ka paguar një peni, thash. Xhaxha tha, mos u mërzit, ta se mbas 3-4 javë e ke gati ta. Në rregull, e besova që në tanë. Mbas 3-4 javë, shkoj trokas në derën e këtij komisioni. Më pret një zonja zonjush, nuk mbaj mend se ç'ishte. E po mbaj mend që kishte një minifund më të shkurtër se minifundi që mua atje mu qep në sytë me gjithë se jam si mos e kaluar kështu pa. Ma të rauqive me një nas vetë se di pse. Ishte e mire dhe pse s'jashtë të them. Sa më pa më njojti qenja. O, Xhaxha tha, e dim problemin tënd, ta të lutem shumë, tha, po do m'presësh një 4-5 muaj të tjera. Pse i thash? Se komisioni ynë tha në mbledhjen e parë, arriti të vendoste se çfarë duhet vendostem, tha. Por do presët sa kohë se do ngrihet një komision tjetër, i cili do merret me konkretizimin e problemeve që do ngrej komisioni ynë, më tha. Po mirë, më vajzë, thash, po do kohë të ngrihet ky komision, se na jo që t'ka paq këfare, thash, do t'i gëzojmë njërë pronat që më la babaja, po jo i thash. Se punorit 20 vjet në Amerikë, babaj, i gjërë, Iran koçka të shkretin. Kemi vajtër shumë që të më falis, se u emocionova, e jeton në pronën time, maj vajzë, një njeri, që s'ka ven një peni, s'ka ven, edhe vete kërkoj pronën, më shtyne më nxjerë për jashtë, ajte pësesi. Ta, Xhaxha tha, do presës akoma, tha, një 5-6 muaj të tjera, tha, sa të konkretizohet këtë problemi, më tha. Mbas 5-6 muajve, shkoj trokas në derën e këtij komisioni. Më pret një rumbullakre të 40-ave që i skushnin faqkan nga rakia që kishte pirë. Sa më pa më njojti edhe kë. O, Xhaxha tha, mos u mërzit, tha, e dim problemin tënd, tha.
Por komisioni ynë, tha, në mbledhjen e parë, nuk arriti do t'i konkretizonte dot problemet që do ngrihen. Po pse si konkretizuat mëre, edhe pse i thashë? Tha, gjatë, populli e di të lehtë punën tonë, tha. Ne po na digjet mjekra, ju kërkoni të ndizni cigaren, më tha. More, ati që po i digjet mjekra jam unë, i thash, të lutem shumë, pronën, kur do ta marr pronën, tha. Do presës, tha, se është për të ngritur dhe një komision tjetër, më tha, që do merret me problemet anësore, tha, për të dalë problemet kryesore, më tha, e depsesi. Po ku do ngrit kë komision, mor djali, thashe? Vajta 80 e kusur vjet, nuk jam mirë më vesh. Jam të si me ashme këshu mund të vdes dita ditës. Ama ta shikonja njërë pronën që me la babaj, të rinja dhe unë të ditë si njeri. Tha, do presës gjatë, tha, se do ngrenë edhe një 5-6 në komisionet të tjerë, më tha. Sot, moj vajzë, është afati fundit. Sot, o e marë pronën sot, o pëlcas, në qoftë, që s'më gënjejnë edhe sot. Të shikojmë, të më falës se më vajti ora, të më falës, po jam shumë i shqetësuar. Ka marrë dhe përpuna sa pronës më tha. Pas me 3-4 muajve më do ta keni gati. Ikë tani se kemi punë, do të vish mbas javë. Jo, ja të qero një minutë, se ti më të mua, Po të shumë ishte tani do vish mbas javë, xhaxha. Ikë se jemi shumë. Po një minutë, më kemi. Po kize. Po çfarë drejtë ngjet tani? Ikë se kemi punë tani, ikë çfarë drejtë ngjet? Ikë xhaxha kemi punë. Tu ka marrë 4 pronë që më the. Vjen 3-4 muaj, gati më të ti bua. Po nuk e di unë të çfarë të kam thënë. Na lere hatë kemi punë. I më të më gjash Po nuk bëj unë të punë njerëz të tjerë. Po i tash na lere. Po të ti të komo, na ne po ne të ti. Po do të tash. Me pa po më të ti mo që të Po i tash na lere hanë ti mos ka duat të Tu ka më të ti. Po janë. Po më sa më. Se të zure dorë. Gjendën e ti mo. Ka marrë të punë pronë, si më thasë, të teqe. Vazhdi 3 javë do të vini. Si, vetë lutem. Po të thash të pesë dutra javë, që do të më duan kohë, po ashtu. Po ka marrë lutem 3 javë, çfarë çfarë tani? Po ç'të bëjmë? Ne me popullin e kemi gjithë vetë ato që po merrim ata. Po me ta do fillojmë me ty. Po lutem që shikoj çfarë problemi kemi. O, jo tash të para në listë, po prit 2-3 javë do marrë. Ma ju para një lutem që çfarë O, më ke gjithë vetë të prit 2-3 javë. Mami, ku e moço po. E po ikë tash të thash. Po bravo, çfarë ti je? Po na sa pronë ska marrë. Po ti je i vogël tash, po ti je plak. Po të lutem që mos më. O, një minutë ka na bofë këtu. Nuk i. Unë nda nga jeta babaj, shoku, miku dhe pasionanti i përhershëm i komisioneve Rako Prona. Familja humbi njeriun, shoqëria talentin, komisionet pasionantin. Por do të mbetet i gjallë qëllimi i tij, vepra e tij, që patjetër do të bëhet realitet në fundin e shekullit të ri, sepse ka lënë pas një mal me nipër, e stërnipër që do të ndjekin me dinjitet rrugën e lënë në mes. Ftoheni të gjithë të merrni pjesë në drekën e përmoqshme. Pas drekës, në pasdite, do të ketë mbrëmje vallëzimi. Me nderime, Komisioni i 6 i varrimit. Reklamoni tek televizioni i Liria. Një mundësi më shumë për të rritur biznesin tuaj. Reklama juaj do të konceptohet, filmohet dhe finalizohet në kohë rekord në nivelin më të lartë artistik.
Reklamoni prodhimet e shërbimet tuaja në ekranin e më shumë se 100.000 shqiptarëve. Çmimi special për muajin maj, vetëm 99 cent për çdo sekond reklamim. Na telefononi në numrat 248 219 8930 ose 734 233 7705. Si edhe në studio 248 876 4486. Një sekond investim, një përfitim pa fund. Stelino Bakery, një biznes shqiptar me eksperiencë italiane, prodhime të shumëllojshme bukësh dhe ëmbëlsirash, torta dhe pasta me porosi për çdo fest familjare, të gjitha organike dhe pa kolesterol, shqere pjekur në furrë sipas traditës shqiptare. Përmendeni reklamën e televizion Iliria dhe do të keni ulje prej 10%. Shqere pjekur $120 dhe prera falas, baklava $15, kënolli $1, pasta $1. Stelino Bakery, natyrale dhe gjithmonë e freskët. Në qoftë se jeni si çdo kush tjetër në botë, jeta juaj është si peneli një piktori me viza të trasha dhe të holla, nga momentet e përditshme deri në ato me entuziaste. Duke qenë në lëvizje të shpejt me jetën tuaj, lejoni që Farm Bureau Insurance, si dhe agenti tyre Alket Mullalli, t'ju ndihmojë të krijoni një plan i cili i përshtatet nevojave tuaja. Të lejosh dikë tjetër që të kujdeset për ty, ndërkohë që të jeton momentin, është vërtet një ide geniale. Farm Bureau Insurance, një ndalesë për të gjitha nevojat tuaja. Një darkë romantike me dashurin tuaj, në një muzikë klasike, në ambiente të mrekullueshme, verra të cilësisë së lartë, gatime nga mjeshtrat e kuzhinës italiane. Fortesa Restorant, një mrekulli shqiptare në downtown Rochester. Fortesa, shije, kënaqësi, relax. Bellagio Banquet Hall është ambienti perfektim familjar. Mos kërkoni më tej. Bellagio Banquet Hall. Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Ndodhemi këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pikërisht në një nga ambientet ku janë punësuar shumë prej bashkëdhetarëve tanë. Le t'u afrohemi njërit prej tyre. Përshëndetje zotëri, ka mundsi një minutë, ju lutem? Po. Si jeni, si e kaloni? Mirë. Si e keni emrin, ju lutem? Po unë emrin e kam Feta, po këtu më thrasin Frenki. Frenki, çfarë pune keni bërë në Shqipëri? Po unë dë Shqipëri dë bujqësi kam punuar, kam qenë i specializuar në drejtim të blegtorisë. Kam punuar teknik ndërzimi. Kemi punuar për Institutin e Shkodrës, të lutem. Po këtu me çfarë pune merreni? Po këtu që kur kam ardhur kokën dë pjatat ma kanë ngullur, edhe atje po punoj he për he, po kam pikësynime të tjera dhe jetë këtu në Amerikë, se këtu të realizojnë të terendrat. Cili është pikësynimi juaj në qoftë se nuk keni problem që ta shfaqni në ekranin e televizionit tonë? Po këtu s'ka ndonjë intimitet, pikësynimi im është për kuk. E kupton që është kuk? Do me thënë guzhinjer dhe Amerikë. Vetëm këtu ka një problem të vogël, se këta Amerikanët janë shumë vezët, mirë po i duan të pjekura nga të dyja anët. Dhe atë të verdhkën e vezës
e duan të pa qargji kundi, po të pjekur si top kështu. Mua më ndodh një fenomen se unë e hedh vezën pe tiganit, arrit tash këput, mirë po kur më bje dhe tigan më qahet. Më shikon ai bosi se e kemi shumë inaçi, po mi vet duart kështu më shtyn, po sa më shtyn, edhe ma fut kokën prapë dë pjata të nga dishuashri. Mirë po unë jam njeri me kërkesa, kupton? Kam vajtur të një miku im, Igli, është i specializuar për kukë, do me thënë guzhinjer dhe Amerikë, edhe i kam thënë, o Igli, si i bet kësaj pune? Igli më tha, përse e ke lafnë, po ja që unë nuk arrit të shkëput do të vezën, ta këthej ta mam. O, tha, shiko e tha, se këtu dekyqi e ke. Edhe unë me përosini që më dha Igli, erdha dhe e këtheva vezën njerë vetë, mirë po e odha ka që fortë sa s'mu këthu e shkreta ben në tigantë, kupton? Pritë bjere s'ka, edhe qava të dytën, mirë po me qava të dytën pa jo e shkreta që në gjitur, bë të avant e vine të më këput prap në tigantë, nga një mu ben dy, vjen kë pronari se e kemi shumë inaçi, edhe më tha mua, po ty ordri tu be për një, tha, pse bere dy? Po mi vuri duart të këtë radhe, po ka që me i natë më shtyri sa më zuri koka dhe makine e pjatave edhe se kanë zjerri qatë ditë. Ja kështu në ka vajtur filli. Cili është mesazhi që do t'u jepni të bashkëdhetarëve tuaj nëpërmjet ekranit? Po unë jam shumë racional në mesazhe që jap, e u them ka që gjesh shqiptarve. Të gjithë shqiptarët që vinë dhe Amerikë, të kenë në rregull kyçnë. Pa kyçnë, s'ka ka